në Shqipëri. Mirëmëngjes Genci, kënaqësi të të kemi në studio. Flasim pak për varfëria, prostitucioni natyrisht kanë një lloj lidhje. Dje ne ishim dëshmitar të një akti vetvrasje të radhës, por që një grua e cila ishte dëshpëruar sepse në kërkim të punës nuk gjente dot një punë. Dhe ishte goxha e re, poshtë moshës 30 vjeç. U detyrua të jepte fund jetës sepse të paktën e pa, le të themi, si një nga mënyrat në dëshpërime sipër si një nga mënyrat për t'i dhënë fund jetës nga mosjetja e një vendi pune. Sikundër, ne kemi parë që shumë femra prostituohen nga varfëria. Nuk kanë kushte ekonomike, nuk mund të çojnë para në fund muajit në shtëpi, detyrohen të bëjnë këtë zgjedhje e cila është edhe dramatike për shumë femra. Genci, unë nuk e di, ju merreni dhe keni projekte për këto. Mund të flasim pak me statistika para se të dëgjojmë një intervistë? Patjetër, unë pash edhe edhe njollën e gjakut që po laj nga shiu, domethënë në planet tuaja ose shpesh dhe gjaku dhe thahet madje, domethënë, por janë gjëra që ngelen të pashlyera mendjen tonë. Ai ishte një rast, domethënë, që kishte vrarë veten sepse nuk kishte ndoshta zgjidhje tjetër për të bërë një jetë, ose do prostituonte, ose do vriste veten, ose mund të shkonte edhe drejt drogës. Kështu që prostitucioni dhe djega që një ditë, data 17 është festohet në gjithë botën si dita e luftës kundër dhunës ndaj punojësve seksit. Domethënë, përdorin edhe termin prostitucion, po edhe punojësve të seksit. Dhe janë data siç është dita e luftës kundër sidës, dita e luftës kundër drogës, festohen ose celebrohen, domethënë, në mbar botën me idenë që ti kujtojmë politikë bërësve dhe njerëzve që ekziston dhe një grup, domethënë, i tillë njerëzish që nuk kanë zgjidhje tjetër. Nëse për shembull në vendet e pasura perëndimore prostitucioni ose puna e seksit është një profesion i cili paguajnë taksa, janë të mbrojtur, kontrollohen ana shëndetësore. Në Shqipëri është një rrugë për të ikur skamjes, mjerimit dhe shumë nga punojësit e seksit që ne njohim kanë përkatësi nga punojësit e seksit të rrugës. Sepse vetëm ato është dhe i lehtë ti kapësh, mund të japësh një shërbim, mund të vinë si thuash edhe për gjëra të vogla. Pastaj kemi edhe një stres tjetër për pagesa mos e banal. Shërbime, po them që ne mund të japim në rastin tonë Aksion Plusi që mund t'i ofrojë një, për shembull, një përdoruesi droge ose një punojës seksi, me aq mundësi sa ne kemi, sepse ne nuk mund të luajmë rolin e një shteti në shtetin me të gjitha burimet njerëzore, monetare etj. Por ne mundohemi të bëjmë aq sa mundemi, domethënë të gjejmë se ku janë, t'i themi të çojmë zëm në ministri ose në këtë donatorët gjendjen reale të drogës, të prostitucionit, dhe të mundohemi të punojmë me projekte duke i dhënë sa më shumë input, domethënë sa më shumë të mundur që t'i ngrejmë një nivel, sepse ajo që vërë mre këtë grupe që i themi grupet vulnerable është që ata nuk janë të aftë të veprojnë vetë, nuk kanë një zëtyrin. Pra se me thënë, kërkojnë një mbështetje goxhat me ata që... Ne mundohemi t'i përfaqësojmë aq sa mundemi duke ndjerë, duke bërë një pjesë me empatisë, më thënë një urlidhje midis tyre dhe edhe pjesës tjetër që finanson. Mirë, Genc, përpara se të vazhdojmë intervistën, gazetarja e Top Channel Klodiana Kapo ka arritur t'i marrë një intervistë një gruaje e cila fatkeqësisht bën këtë lloj pune, nuk e di nëse mund ta quaj punë apo jo, për shkak të gjendjes goxha të rënd ekonomike. Do të shohim dhe do të dëgjojmë njëkohësisht zërin e saj nga një njerëz që e ka përjetuar vetë të gjithën këtë situatë. Ashtu janë edhe femra që janë me fëmijë, janë darka burri, moment se s'kan shpik, s'kan të një, burrat i kanë për burgje, disa i kanë drogaçi, janë për dorusa, edhe kështu janë detyruar të dalin aty se janë pa shtëpi për katani. Ka shumë femra këtu te gropa që janë me fëmijë, si i shikojnë fëmijët çdo ditë, si shikojnë si i japin ndaj ato prezervativat, i shikojnë fëmijët u çaj tu bë. E kam humbur fëmijën thot para shoferit, se ka raste e bëjnë edhe makinë, kupton ti, ka raste pa hotele, e kam lënë thot para makinës thot edhe vetë jam shtike, stili dytë. Në fakt, deklarata është goxha e fortë. Natyrisht i kërkojmë ndjes më së pari juve që i dëgjoni këto në pikë të mëngjesit. Ai që ne duam të përcjellim mesazhi është shumë i rëndësishëm. Sepse sikurse besoj se e keni dëgjuar edhe dëgjuar tani, një pjesë e mirë e kësaj lloji kategorie, pra kategori vulnerable që e quanit ju, janë gjithashtu edhe përdorues droge, që besoj shtohen 4 fish problemet o më shumë akoma. Prostitucioni dhe droga janë shumë të lidhura, thash, sepse një përdorues droge që nuk ka para ku ta gjejë, domethënë do gjejë gjithë burimet e mundshme që ka përreth, familja, madje edhe prostituon, domethënë shkëmben seksin në shkëmbim drogës ose vjedh, domethënë gjëra që ndodhin vjedhen nga më të vogla deri në vjedhje më të mëdha, ose lypin, ose shesin shpesh për të marrë drogën. Po edhe nëse do jesh një prostitut, punojëse seksi, shpesh duhet për hir të klientit të marrësh dhe drogë.
detyrojnë të marrin dhe drogë në mënyrë që të bëjnë seks. Kështu që është një fenomen shumë i lidhur dhe thuren dhe shumë, po them unë, dhe kërcënime të tjera që ky grup pson, siç janë për shembull mund të marrësh një hepatitë, mund të marrësh HIV-in në rastin më të keq sidën, dhe kjo rrit barrën e rëndë, domethënë që cilin nga ne duhet të paguaj për këtë grup. Le të flasim pak konkretisht Genz, Aksion Plus kam përshtypjen që evidenton raste siç na that pak më parë. Ne na vijnë shumë fëmijë tek zonat ku ka semafor që na pastrojnë xhamat e makinave. Apo shohim njerëz të cilët përpiqen në një mënyrë apo në një tjetër të na marrin nga pak qindarka, duke na ngjallur edhe në një kuptim pak ndjenjë solidaritetit nga ndonjëherë mëshirës. Por ka raste mes tyre të cilët janë përdorus droge, parat që ne japim ata i përdorin për këtë punë. Sa herë që përpiqemi që t'i ndihmojmë, nuk mendojmë që ata i çojnë parat për bukë, por dikush tjetër i shfrytëzon për ndoshta ai që i rrisi për të futur shiringën e për të droguar. Ka raste konkrete për këtë? Sikur ta heqim edhe pjesën e drogës, ata lypin për bler drogën, në çdo rast domethënë lypja ose njerëzit që ushqejnë lypjen, që japin parat, qoftë të vogla këtyre lypsave, është diçka që duhet zhduket, duhet marrë fund. Sepse ky lek nuk është se shkon para ata, domethënë është dikush tjetër që një protektor, po them, që i mbledh paratë e tyre, është bërë një fushat shumë e madhe, domethënë nga një koalicion bashkë kundër trafikimit të fëmijëve. Po me këtë logo që lypja juaj domethënë zgjat vështirësinë dhe jetën e keqe të një fëmie të tillë, që detyrohet bëhet pjesë e një fenomeni lypje që në moshë vogël dhe ai person është kaq i deformuar sa që edhe kur rritet pasaj është mësuar të punojë po në këtë sistem. Dhe thash, nuk është se ne ndihmojmë një fëmijë të tillë, se do ishte mirë ne nisemi nga ideja e mirë që të ndihmojmë, por them që bëjmë më shumë keq se ndihmojmë, kështu që lypja nuk duhet praktikuar nga asnjë. Unë e bëja vetë që tha dhe e Dioni më thonë jepja në një lek ose me disa dy lypse që kemi një simpati, kështu që kemi krijuar më sa në rrugë, por përsëri nuk duhet bërë. E keni të vështirë ju të merrni me ata janë agresiv, ka raste kur ju i takoni, ata janë njerëz që nuk pranojnë, nuk janë mosbesues, apo menjëherë sapo ju afroheni mendon se diçka tani po zgjidhet për ta. Mund të them që janë njerëz shumë të këndshëm, madje shumë më të mirë se nga ata që unë njoh që janë dhe intelektualë ose që janë dhe me shkollë të lartë. Janë persona shumë tolerant, domethënë din të falin kaq shumë megjithëse psojnë dhunë, kam parë punoj seksi ose përdoros drogë që janë rrahur nga policia, janë thyer nofullat. Dhe përsëri janë njerëz kaq paqësorë, domethënë kaq të këndshëm, me to mund bisedohet shumë mirë, po me ato aspirata, po me ato dëshira, po me ato dashuri. Secili do por thash nga që jeta e ka sjellë në një pozicion shumë të vështirë, them që din të falin më shumë bilese. Gen, çfarë lloj raporti ka kryeqyteti me qytetet e tjera shqiptare sa i përket kësaj kategorie? Janë të përqendruar përgjithsisht këtu apo ekzistojnë edhe në qytete të tjera? Dhe çfarë lloj ndihme pastaj? Është shumë e vënd. Tirana është një metropol që ka mundësi. Si do të jetë, domethënë mund të krijohet një mundësi pune, një mundësi aksesi, shëndetësi, domethënë ke shokë miq, mund të shesësh edhe banane, po them mund të lypësh. Nëse në rrethet e tjera gjendja është katastrofike, sepse thash atje nuk ka mundësi, ka pak shteti është shumë i dobët, mundësitë e punës, burimet janë shumë të pakta dhe shumica e tyre vijnë, domethënë lidhe prostituta që vijnë nga rrethet e tjera, të afërta Elbasan, Durrës, edhe nga Korça. Nësa droga pasaj është një problem komplet në vetë, është një situatë dramatike akoma më e thekshme. Për shembull, duke qenë qytete si Korça, Durrësi, Vlora, Fieri, cilët nuk kanë asnjë lloj mundësie, domethënë ti je në një territor të errët, mos kesh asnjë dritë. Kështu është gjendja e përdoruesve të drogës rreth të tjera dhe familjarëve të tyre. Genci, ne të falenderojmë shumë që ndave të paktën mendimet e tua dhe eksperiencën tënde të punës me këtë kategori njerëzish në Wake Up në Top Albania Radio Top Channel. Të urojmë një ditë mbar pune sot. Faleminderit edhe për ftesën. Okej, ishte me ne Genci Muçallari, në fakt do donim ti